Zonja dhe zotërin, mirë mbrëma, uroj të jeni mirë. Në mëngjesin e një dite gri të vitit 1998, një njeri me palto të gjatë dhe me thonjë të paprerë kalon të urat e Parisit. Ai nuk po linte pas vetëm jetën e bohemit, por po hynte në një lojë shahu që aso kohe as vetë nuk po e kuptonte. Fatos Nano, kryeministri i kohës, e solli si një frymë të re, por pas atij imazhi prej artisti, po ndërtohej profili i një lideri që sot mban titullin kalorës i madh i kryqit të shenjtë të ortodoksisë nga Patriarkana e Jeruzalemit. Një titull që në prapa skenat e diplomacisë ballkanike ka peshën e një betimi. Të një betimi të cilin nuk mund ta thyesh lehtë. Pse ky titull dhe pse ky afrim i njeriu që erdhi nga urat e Parisit? Ndërsa ju merreni me memet e qenit të kryeministrisë së Athinës, që sipas mediave greke qëndronte i habitur para veshjes ekstravagante të Edi Ramës, pyetja që duhet na lërë të gjithëve pa gjumë është: çfarë fshihet pas teatrit të veshjeve? Sa herë Edi Rama shfaqet me atlete në samite apo me rroba që thyen çdo protokoll, bota merret me imazhin, ndërsa në dhomën ngjitur harta e Shqipërisë po rrudhet. Ky është, në gjuhën e diplomacisë quhet, marketingu i skandalit që mbulon marrëveshjen e madhe. Le të ndalemi pak tek skena e fundit e këtij teatri. Vizita e Ramës në Greqi. Një vizitë që u shit si një takim me diasporën, por që në fakt ngjante një paradë triumfi të një kalorësi në tokën e tij të premtuar. Përpara se të nisej, një imazh mbeti i skalitur në mendjen e të gjithëve. Një qen rruge i ulur qetësisht para derës së kryeministrisë në Athinë, që vështronte me një lloj habije ekzistenciale veshjen e Edi Ramës. Qeni i habitur, publiku grek qeshi, interneti u mbush me meme, por në gjuhën e simboleve, ky imazh thot shumë më tepër. Edhe një qen rruge e ndjen kur diçka nuk shkon. Ai qen ishte dëshmitari i vetëm i sinqert i një njeriu që po dilte nga ajo godin, jo për të mbrojtur interesat e atyre që e ushqejnë, por për të bërë show, cirk dhe teatr në Athinë, sepse populli e do cirkun. Pse Rama zgjedh gjithmonë të marketojë skandalin e veshjes? Pikërisht kur bëhen marrëveshjet më të rënda. Çfarë ndodh? Çfarë gatuhet? Ndërsa ne merremi me çitjanet e Edi Ramës në tokën greke, apo me faktin se si u prit në salla të mbushura me flamuj, prapa skenës po luhej drama e vërtet. Shtypi britanik dhe ai grek e portretizuan vizitën si një shkrirje akush, por pyesni veten: kush po digjet që këta akuj të shkrin? Ndërsa Rama po bënte poezi për vëllazërinë ballkanike, dy ministrat e jashtëm, njëri prej tyre njeriu i besuar i Athinës, Ferit Hoxha dhe Gera Petritis, ishin ulur mbi harta. Kur Rama nxjerr i pari ekstravagancën, ai po aktivizon bombën e tymit. Ai e di që shqiptarët do të merren 3 ditë e net me atletët dhe 3 ditë të tjera me shallin e tij, dhe ndërkohë çështja e dërgimit të çështjes së detit në Hag apo lëshimit e zonave të kërkimit për naftë kalon në heshtje, sepse merremi me bluzën dhe me xhaketën. Ky është marketingu i tradhtisë. Ai e ushqen opinionin publik me veshje që të mos shohim zhveshjen e vërtet të sovranitetit të vendit. Kjo ndodh shpesh. Mendoni pak një paradoks. Një kryeministër që pretendon se është lideri i shqiptarëve kudo ku janë, shkon në Athinë dhe nuk guxon të përmend heqjen e ligjit të luftës si kusht për këtë miqësi. Në vend të kësaj, ai ofron shfaqje, imazh, dhe ndërsa kthehet me duart plot me duart rokitje nga sallat greke, sondat e kompanive greke fillojnë rrotullimin tek thellësitë e detit të Jon, atje poshtë në jug. Instikti i qenit tek dera e kryeministrisë greke
ishte më i saktë se analiza e 10 analistëve të paguar. Qeni e ndjeu se pas asaj veshje të Ramës të shtrenjtë dhe atij stili artistik unik, fshihet një projekt që në lënë pa asgjë në këmbët tona dhe në detin ton. Kështu i tha dhe Mitsotakis, je unik. Mos u gënjeni nga ngjyrat e rrobave të Ramës, fokusohuni tek ngjyra e naftës që po na ikën nga duart në mbrëmjet e nxehta të Athinës. Është nafta dhe gazi i fëmijëve tuaj. Për të kuptuar pse jemi këtu, duhet të kuptojmë se kursi i Tiranës drejt Athinës nuk është një aksident, por një stafet e ftohtë. Pse ky titull kalors për Ramën? Pse ky afrimitet? Sepse në Tiranë rruga drejt pushtetit historikisht ka kaluar nga Janina dhe nga Athina. Fatos Nano, mentori e Edi Ramës, ishte i pari që inauguroi diplomacinë e tavernave. Ishte ai që e ktheu Athinën në një protektorat politik, duke kërkuar befkimin e Athinës për të balancuar izolimin ndërkombëtar në Perëndim. Por Fatosi të paktën luante me letrat hapura. Fatos Nano pinte nga i gotë dhe ishte pragmatist. Trajektoria ndryshon me Pandeli Majkon gjatë luftës së Kosovës, kur Majko guxoi të shihte nga veriu pak, e ngriti kokën pak nga veriu, duke sfiduar për herë të parë hegemonin greke në rajon. Dhe çfarë ndodhi? U rrëzua nga brenda llojit Majko nga ata që nuk e konceptonin dot një Shqipëri që nuk merrte leje në Akropol për zhvillimet e mëdha gjeopolitike të Ballkanit dhe për lëvizjet strategjike politike të Shqipërisë. E megjithatë, Majko, me sa duket, ofron her pas here lëvizje pendese ndaj sektit dhe antarësisë së tij, duke u hedhur sot në luftë dhe duke mbrojtur avokatin e rilindjes Spartak Ngjellën, duke treguar popullit shqiptar se Ngjela nuk i përket sektit të rilindjes dhe lozhës së Majkos me Edi Ramës, por ai është një opinionist i pavarur që nuk ka asnjë lidhje me ta. Në fakt, Spartaku i Ngjellave, Jeffersoni, i cili bën një herë si amerikan, një herë si anti-grek, për të mbajtur shqiptarët nën hutin dhe nën hipnozën e patriotizmit të amerikanizmit, unë ju kam thënë gjithmonë, të gjitha gjëmat dhe pislëqet që janë bërë shqiptarëve janë bërë të maskuara me flamur amerikan, ndërkohë që kaubojsët janë të zënë në të gjithë botën me tyrli lloj luftrash e tymrash për të kontrolluar botën dhe më pas për të i hedhur pas ardhësve të pellazgëve këtu në Ballkan në një copë torte sovraniteti apo digniteti në Ballkan si aleatët e tyre strategjik. Lozha e Majkos, e Ramës dhe e Spartak Ngjellës koordinojnë në mënyrë perfekte lojën e qartë me role të ndara bashkë me mediat e Tiranës, sipas një regjie perfekte, perfeksioniste, e cila i mban nën kontroll të gjitha narrativat. Cilat narrativa? 3-4 fuqit kryesore për të cilat ju kam folur vazhdimisht. 4 energjit bomb që lëvizin qenien njerëzore, 3 energjit bomb që lëvizin qenien njerëzore, ju e dini kush janë. Është erotika dhe seksi, është nacionalizmi dhe patriotizmi, është edhe religioni me fen. Të treja narrativat këto bomba atomike mbahen me role të ndara dhe një narrativ tjetër që është filo-amerikanizmi, me të cilin duhet të maskohet shitja e Shqipërisë dhe shkatrimi i saj përfundimtar, sepse këtu në Shqipëri askush nuk dyshon tek amerikanët dhe sa më shumë ta vën flamurin fjongon, atë si i thon kësaj papionin apo kapelën amerikane, shqiptarët e han sepse askush këtu në këtë tokë nuk dyshon në Washington, sepse ata ishin arsyeja pse ekzistojmë si shtet. 1990 me Woodrow Wilsonin dhe ata ishin që nisën bombat dhe bombardimet në Beograd dhe i dhanë
shqiptarëve një shtet të dytë atje në Kosovë. Kështu që tek Amerika nuk dyshon njëri sot Pandeliu për të rikthyer edhe një herë në krye të lozhës u kap fort për të mbrojtur Spartakun Jeffersonin Ngjellën, i cili i shërben sektit nga Top Channel-i tek Carlo Bolina, tek të gjitha mediat e Tiranës me dy narrativa. Amerikanizmi i mashtrimit, që është një mashtrim total, dhe patriotizmi anti-greqizmi. Të dyja janë të kundërtat në prapasken, por kjo meriton një analizë tjetër. Ju dhe shqiptarët e vërtet, një pjesë e hani, një pjesë dyshoni, një pjesë nuk e kuptoni, një pjesë e dini shumë mirë, por heshtni dhe thoni, shna duhet nga kjo punë, ky vend ka marrë fund, nuk bëhet më. E me gjitha të, unë edhe pse mendoj si ju her pas here, se ky vend s'ka për të bërë më kur, dhe se këtu ka rënë qameti, ka plakos zia, ignoranca, prapambetja, servilizmi, hipokrizia, mashtrimi, gënjeshtra dhe tradhtia, vazhdoj e bëj emisione natë për natë, madje ga 2 ditë, bindje të plot, me shpresën ke Zoti, ke fati dhe te ke ardhmja, se duke lëvizur të gjithë bashkë, bën vaki, zgjojmë ndonjë shqiptar të mirë, apo zgjojmë ndonjë kancelari ndërkombëtare, tashmë kur po prehin të gjithë thikat. Pas Pandeliu të majkove, erdhi Ilir Meta, një lojtar akrobatik që e përdori Athinën si një mjet për të mbajtur peshore në pushtetit në Tiranë, por gjithmonë Iliri rinte me një sy nga Washingtoni, duke u munduar të shiste një ekuilibër që në fakt ishte vetëm blerje kohe, sepse koha e zbuloi më pas, atëherë kur Ilirit Metajve nuk i durua më dhe i kërcënoi Amerikanët hapur bashkë me Dumdumanin e Dibrës dhe u tha, ju të poshtrit e spakut i përkisni asaj Amerike që ka bomba bërthamore, por nuk ka vetëm Amerika bomba bërthamore, tha, kanë dhe të tjerët, si për të thënë kaubojsave, kujdes se ne kemi fije të cilat mund na çojnë edhe ne tek bomba bërthamore. E kush ka tjetër bombë bërthamore? Këtu rreth e rrotullnesh, sigurisht kanë rusët. Fati e mori citimin e Ilir Metës, e futi në zhurmën e madhe të mallkimit ballkanik dhe e tërhoqën zvarr nga makina, e plasën në burg, sepse donin të jepnin leksion të tjerëve. Kush i kujton garipave të Washingtonit këtu, bombën, armën bërthamore, apo shpatën e Moskës, tërhiqet zvarr dhe plaset atje në burg, i shkatërrohet karriera, ndërkohë që gruaja i ngrihet lart tek formatet VIP, atje për të maskuar lojën e re dhe rolin e arshëm të ngarkuar nga paria e Tiranës për të luajtur fiet edhe këndej edhe andej, në rast se Washingtoni gjujzohet dhe në rast se Moska ngrihet dhe fitojnë pikë dhe kthehet paria e vjetër. Pastaj kemi Sali Berishën dhe këtu historia bëhet pak më gri. Berisha, njeriu që akuzon Ramën sot, ishte ai që në vitin 2009, kur hodhi firmën prej doktori në marrëveshjen që na hiqte mijëra kilometra katror det. Pse e hodhi firmën? Një nevojë urgjente e Berishës për të blerë mbështetjen e Greqisë që ne të antarëshoheshim NATO. I dorëzoi pasurinë kombëtare Greqisë për një fotografi suksesi politik. Sot, heshtja e tij për emrat si Ferit Hoxha nuk është harres e doktorit të Partisë Demokratike. Është nga ballafaqimi me veten në pasqyrë. Ai ka frikë të ballafaqohet me disa të vërteta dhe ndaj doktori bën sikur se ka mendje ndonjëherë. Tani shkojmë tek Edi Rama, sepse ai është kalorsi i betejës. Në qoftë se Fatos Nano ishte nxënësi, Edi Rama është mjeshtri i kamuflazhit. Ai e ka çuar këtë marrëdhënie në një nivel krejt tjetër. Nivelin e estetikës dhe të simbolikës në gjeopolitik. Rama nuk negocion vetëm si kryeministër, por negocion si kalorës, dhe kjo do të thotë shumë.
Përsa liderët e tjerë politik shkonin në Athinë për të kërkuar vota apo stabilitet, Rama shkon për të ofruar shërbime strategjike. Rama e kuptoi që për të qenë i paprekshëm në Tiranë, duhej të jesh i domosdoshëm për Athinën në Bruksel dhe në Washington. Titulli i dhënë nga Kisha e Jeruzalemit nuk është një dekorat fetare, mos u ngatroni, është një vull besnikërie ndaj rrjetit të lobit grek që kontrollon korridoret e pushtetit në Washington. Ky është paradoksi. Të gjithë këta burra nga nanot e Rama, pavarësisht se si shaheshin para kamerave, kanë një pikë takimi të padukshme. Ata të gjithë kanë pranuar që fati i detit ton të përdoret si monedhë këmbimi për karriget dhe për pushtetin e tyre në Tiranë, por ja ku është dhe pika në zet. Asnjëri prej tyre nuk e ka parashikuar që teknologjia dhe inteligjenca e sotme do t'i bënte këto pazare kaq transparente. Ata menduan se kjo stafet do të mbetet në errësirë, por sot çdo lëvizje e tyre, çdo vizitë private në vilat e Bregdetit grek po monitorohet nga radar të cilët nuk blihen me tituj kalors. Kujdes, i din ata kush janë radarët, sepse i kanë informacionet nga miqtë e tyre. Tani hyni me mua në zemër të këtij absurdi gjeopolitik. Shqipëria dhe Greqia pretendojnë se kanë marrëveshje strategjike dhe ne duam këtë sepse jemi fqinj. Dhe këtu qëndron bomba që hedh fqinjsinë. Ligji i luftës i vitit 1940 është akoma në fuqi. Po si mund të jenë dy vende fqinje, partnerët NATO-s, fqinj që duhen kur zyrtarisht janë në gjendje lufte? Ky ligj është laku i fytit, të cilin Athina e mban mbi Tiranën, është një instrument shantazhi që përdoret sa herë duhet të firmoset diçka e madhe. Shtypi britanik, The Guardian dhe ai francez, Le Monde, e përshkruajnë Ramën shpesh si një urë midis lindjes dhe perëndimit, por institutet të inteligjencës dhe think tank si Atlantic Council e shohin pak më ndryshe. Ata shohin një vend që po dorëzon sovranitetin mbi burimet e tij në këmbim të një stabiliteti fals. Greqia ka nevojë për Shqipërinë për të legjitimuar zgjerimin e saj me 12 milje në detin jon, dhe Rama ka nevojë për Greqinë për të mbajtur imazhin si një lider rajonal i cili ofron stabilokraci në vend të interesave kombëtare. Ne të flasim pak për emrat që askush nuk guxon t'i përmend me zë të lartë. Ferit Hoxha, ministri i jashtëm, njeriu që në 2009 negocioi marrëveshjen dhe që u rrëzua për tradhti kombëtare, aso kohë Edi Rama premtonte burg për Ferit Hoxha 2009. Sot Ferit Hoxha është ministri i jashtëm i Edi Ramës. Si u shndërrua tradhtari në patriot brenda natës? Çfarë mesazhi po i dërgon Rama Athinës, duke vendosur në krye të diplomacisë pikërisht njeriu që lobi grek në Washington e njeh dhe e vlerëson më shumë se çdo tjetër? Përse ja dërgoi Gera Petritisit në drek mbi hartën shqiptare? Dhe këtu vjen goditja tjetër, heshtja e mistershme e Berishës. Pse doktori që zakonisht nuk lë gur pa lëvizur, hesht kur bëhet fjalë për Ferit Hoxhën dhe ndarjen e re të kufirit? A ka një pakt mes të vjetrës dhe të res për të mos e hapur kutinë e Pandorës, apo radari i tyre është fikur nga të njëjtat burime që po financojnë fushatat e tyre elektorale? Ndërsa ne flasim në thellësitë e jonit, zhurma e sondave nuk po pushon. Një kompani greke po kryen shpime tani, në këtë moment, në zona që zyrtarisht janë në diskutim, janë tonat apo janë tyret. Raportet e inteligjencës energjetike sugjerojnë se në bllokun Jonian 7 dhe në zonat përreth fshihen rezerva gaze dhe nafte që mund të ndryshonin fatin e ekonomisë shqiptare për 100 vitet e ardhshme.
Mjera ti Shqipni ndorë të kujkera. Tani, këtu bëjmë një pyetje të rëndësishme investigative, pse ne nuk po shpojmë dhe pse po i lihet terreni Athinës? Përgjigja fshihet tek lobi grek në Amerikë, atje ku Ferit Hoxha ka shërbyer kaq gjatë. Fijet e interesit janë aq të pleksura sa që Washington i zën në tymin e zi të lindjes së mesme dhe nga lufta në Ukrainë, me sa duket ja ka deleguar kontrollin e Ballkanit Greqisë për momentin. Amerika nuk ka më kohë të merret dhe të kontrollojë çdo centimetër të jonit. Dhe në këtë vakum, Athina po e mbush me shpejtësi vendin bosh. Rama po luan kumar me detin duke shpresuar që radari amerikan të qëndrojë i fikur derisa marrëveshja të jetë bërë fakt i kryer, një lloj siç i fikte Mimi Kodheli radarët për halle të tjera. Vëllezër dhe motra shqiptar, kjo që dëgjoni nuk është teori konspiracioni, por është kronika e një shitjeje të paralajmëruar. Ne kemi një kryeministër që maskon marrëveshjet strategjike me skandale veshjesh. Kemi një ministër të jashtëm që dikur ishte arkitekti i tradhtisë dhe sot është njeriu që po han drek me Gerapetritisin, ministrin e jashtëm grek, mbi hartën e Shqipërisë atje në Athinë. Kemi një Greqi që mban ligjin e luftës me dorën e majtë dhe sondat e naftës me dorën e djathtë. Mesazhi ynë për ta është i qartë dhe i prerë. Ne po ju ruaj çdo dokument që firmosni sot, orëve të mbrëmjeve të vona, çdo premtim që bëni në takimet private në Athinë apo në Washington, është duke u arkivuar. Populli shqiptar mund të jetë i hutuar apo i dërmuar sot nga varfëria dhe propaganda, por radarët e historisë nuk fiken kur, mos harroni këtë. Dhe kur tymi i lindjes së mesme të shpërndahet dhe vëmendja të kthehet sërish këtu, llogaria do të jetë e kripur. Llogaria do të jetë e kripur, siç thot ai qeni tek dera e kryeministrisë greke që ishte habitur me veshjen e Ramës. Era e kalbjes ndjehet ndonjëherë shumë përpara se të shihen Renault-jat. Dhe ndërsa jemi ende në shijen e kripur të detit jon, Edi Rama ka fluturuar drejt forumit të Delfit. Por aty ai nuk shkon më si piktori i Parisit, por si njëri që po kërkon me dëshpërim të kapet pas rrotës së historisë, po sillet në Washington. Ai foli për Donald Trumpin dhe të ashtu quajturin bordi i paqes. Rama e prezantoi ftesën e Trumpit si një nder të madh personal, si një certifikat që e bën Shqipërinë një aktor të madh global. Por le t'i heqim pak filtrat e propagandës. Bordi i paqes është një strukturë që lidhet me administrimin e Gazës me njëherë pas luftës. Një patate e nxehtë që askush nuk ka qef ta prek. Pyetja që lind këtu dhe që e shtrojmë është pse ftoi pikërisht Ramën Trumpi dhe pse Rama po sillet me një servilizëm që kalon çdo lloj protokolli diplomatik. Përgjigja është e thjeshtë. Shqipëria nuk po ftohet si forcë vendimtare në këto samite, por si një dekor simbolik. Ne jemi aty për të legjitimuar narrativën e dikujt tjetër, ndërsa Rama e shet këtë si një triumf personal. Gjatë forumit të Delfit, Rama rrëfeu diçka që duhet na bëj të mendojmë. Ai kishte përmendur Trumpit liderët e UÇK-s që po mbahen në Hag, dhe cili ishte reagimi i Trumpit? Asnjë reagim, heshtje e plot. Rama thot për gazetën greke Kathimerini, mendoj se Trumpi ka qenë shumë i zënë. Ky është momenti kur maska e partneritetit strategjik bie. Rama e portretizon veten si njeriu që flet në vesh presidentit më të fuqishëm të botës për drejtësinë e çunave tonë, çunat e luftës lirimtare, por në të vërtetë
ai që ka akoma tek dhoma e pritjes po pret xhevam. Këtu vjen paradoksi. Rama përdor emrin e UÇK-s dhe sakrificën e djemve të Kosovës në Hag si një monedhë këmbimi për të blerë një buzëqeshje apo një shtrëngim duarsh me Donald Trumpin. Rama kërkon legjitimitet. Legjitimitet ndërkombëtar përmes këtyre nismave të paqes, ndërkohë që në shtëpi, siç e pam dosjen e detit, ai po luan një lojë krejt tjetër. Vëllezër dhe motra shqiptar, mos u gënjeni. Kjo nuk është diplomaci. Ky është një aksion PR i marrëdhënieve me publikun. Rama ka nevojë për Donald Trump sepse ndjen që toka po i lëkundet në Europë. Ai ka nevojë për një mbrojtës të ri. Dhe për këtë është gati të pranojë çdo rol, madje edhe atë të rojtarit të Gazës, vetëm që emri i tij të lakohet në korridoret e Mar-a-Lagosit atje në Florida ku bën fundjava Donald Trump. Artikujt e fundit ndërkombëtar e thon hapur. Realisht roli i Shqipërisë në bordin e paqes është më shumë se simbolik. Vendimet kryesore merren në Washington dhe në Tel Aviv. Ne jemi aty për të mbushur numrin. E dini ju se çfarë do të thotë mbushësh numrin. Por Rama e përdor këto si imazh të paqebërësit për qëllime politike të brendshme. Ai do ju mbush mendjen se pa të Shqipëria humbet lidhjen me Amerikën. Ai e shet bordin e paqes si një garanci, ndërkohë që është thjesht një lojë diplomatike ku Shqipëria po përdoret si pjesë e një narrative globale që nuk ka asnjë përfitim konkret për qytetarët tanë shqiptar, përveç se një marketing dhe një PR personal për Edi Rama. Pse i duket të Ramës kjo afërsi kaq e tepruar personale me Trumpin? Sepse pas skandaleve me McGonigal, pas hijeve të detit me Greqinë dhe pas dështimeve të njëpasnjëshme me integrimin evropian, atij duhet një fotografi e re. Ai po kërkon shpëtim tek njeriu që dikur e quante turpi i njerëzimit, por sot e quan atë shpresën më të madhe, sepse ai nuk ka turp. Vëllezër dhe motra shqiptare, t'i japim fund, t'i vëm konkluzion, t'i japim drejtim kësaj analize. Në detin jon ai luan rolin e kalorësit që lëshon detin pa blerë qetësi nga Athina. Në Delfi dhe në Washington luan rolin e paqebërësit që ofron Shqipërinë si eksperiment për Gazën, për të blerë mbrojtje nga presidenti amerikan Donald Trump. Ky është një model pushteti që ushqehet me imazhe, por që lë pas vetëm gërma të vdekur. Trump është shumë i zënë për të marrë me kërkesat e Ramës për UÇK-n, por Rama nuk është asnjëherë shumë i zënë për të bërë pjesë e çdo nisme që i siguron atij një ditë më shumë në karrigen e pushtetit. Mesazhi ynë mbetet dhe do të jetë i njëjtë. Ne po ju ruajmë. Ne po i shohim këto lëvizje si një fushahu ku ju jeni gati të sakrifikoni mbretin, popullin, vetëm për të shpëtuar vetet tuaja. Bordi i paqes nuk do t'i shpëtojë liderët në Hag dhe as nuk do ta bëjë Shqipërinë fuqi botërore. Ai thjesht do të shërbej si një tjetër veshje ekstravagante në dollapin pafund të manipulimeve të Edi Ramës dhe madje do të çudis jo vetëm qenin e Athinës, por edhe qenë të Shqipërisë. Ndërkohë, bota mbahet me frymën ndalur një postim i Donald Trumpit, ka çuditur kancelaritë e mbar botës për herë të parë. Presidenti amerikan ka pranuar publikisht atë që agjencitë e inteligjencës e përshpërisnin në heshtje ekzistencën e ndarjeve të thella brenda Iranit. Trumpi befasoi të gjithë botën, a befasoi të gjithë dhe kur vendosi të zgjas armëpushimin, pa një afat të qartë. Pse kjo lëvizje e re? Sepse ai po luan bigjozin e madh me kohën, ja, kam thënë çdo herë. Ai dëshiron të jap një mundësi të fundit ndërmjetësve pakistanez për të bindur Teheranin se nuk ka rrugë tjetër. Ose kthim në negociata,
ose rikthim i operacioneve ushtarake masive. Burimet tona na tregojnë se Trump ka një besim të palëkundur tek shefi i shtabit Pakistanit, Asim Munir, dhe tek ndërmjetësit e tij që po luajnë rolin e urës në këto raunde negociatash. Si do të shkojë kjo lojë, duket qartë që do të jetë e ngatëruar, por jemi përballë një loje me shumë enigme. Enigma më e madhe është kush e udhëheq sot vërtet Iranin. Mediat amerikane raportojnë një shqetësim të madh te negociatorët e Washingtonit. Ata dyshojnë se në Teheran nuk ekziston një autoritet i vetëm që mund të shkruajë një marrëveshje. Operacionet e fundit të Izraelit kanë goditur aq fort mekanizmin e vendimmarrjes atje në Teheran, saqë udhëheqësi i ardhshëm është bërë pothuajse i paarritshëm për shkak të situatës së sigurisë. Sot, fati i Iranit duket se është i gjithë në duart e gardës revolucionare. Në fakt, aty ka qenë gjithmonë. Dhe këtu kemi lëvizjen e fortë të radhës, ngushtica e Hormuzit. Në Tuez kemi një propozim pakistanez, rihapja e ngushticës në këmbim të lirimit të anijeve dhe të heqjes së kufizimeve. Por Trump e ka refuzuar këtë lëshoj pe në këtë drejtim. Ai dëshiron ta mbajë Hormuzin si një drejtare e presionit derisa të marrë lëshime konkrete për programin bërthamor të Iranit. Nuk ka vënë afate, dëshiron fleksibilitet, po flasin çdo ditë, po flasin për ditë, po flasin për orë, për javë, për muaj. Ndërkohë, harta e transportit global po ndryshon para syve tanë dhe të botës. Arabia Saudite po shkon të krijojë korridore alternative duke zgjeruar rrjetin e kurrëdhor drejtim të Jordanisë, drejtim të Sirisë dhe Turqisë, për të shmangur vdekjen klinike të Hormuzit. Megjithatë, situata vazhdon të mbetet dramatike. Autoritetet britanike raportojnë sulme të reja ndaj anijeve pranë brigjeve iraniane. Amerikanët kanë intensifikuar operacionet duke vënë shënjesër çdo anije të lidhur me Teheranin, ndërsa anijet ushtarake të shpejta iraniane po tentojnë të mbajnë kontrollin mes tensionit të lartë. Do të shohim çdo minutë, orë, ditë, javë dhe muaj se çfarë do të ndodhë. Minutë pas minute do të jemi për t'ju treguar zhvillimet e fundit, duke ju falendëruar shumë për kohën tuaj të çmuar dhe që qëndruat me mua. Jeni të lutur t'ia çoni këtë video pjesës tjetër të shqiptarëve, nëse mendoni se ajo ka ndonjë vlerë, dhe më pas të bëni like, share, subscribe, dhe unë do të jem me ju në një takim të radhës të ardhshëm, sapo të kemi diçka të re, të rëndësishme, dhe besoj që të rejat do të jenë të mëdha. Hapni syt, Shqipëria është në mes të një fortune të madhe. Kujdes, pa panik, të organizojmë gardën e mbrojtjes së Shqipërisë dhe të kombit tonë. Natën mirë për sot.